Gjitha shtyrjet, 28% e shtyrjeve janë si rezultate e mungesës së avokatëve. Do të me thonë plotësisht, thamë edhe njerë, ne si gjykata do të mu koordinu për aq sa mundemi, sa i përket caktimit të seancave dhe koordinimit për data. Mirë po, parimisht jemi të obliguar me zbatu ligjin dhe afatet ligjore. Pra, ne nuk mund vazhdimisht koordinohemi, sepse nëse i koordinojmë gjitha kalendarin me avokat, atëherë ka raste që mund shtyhen edhe me muj, ndoshta edhe me vite për shkak ngarkesës së disa avokatëve. Prapë them, disa avokatëve për shkak se kanë marrë një numër të madh të lëndëve dhe kanë vështirësi mi përfaqësu lëndë tjera nëpër gjykata. Tash kjo është pak problem edhe i ligjit, thamë edhe herë, se ligji në këto raste nuk parashen ndonjë pasojë. A keni diskutuar për shembull me udhën e avokatëve që të shtetazon? Nuk mund të them me saktësi. Po vetëm edhe nuk mund të them me saktësi, mirë po, prapo du me thonë, jo gjitha shkaqet e shtyre janë të avokat, i përmendëm edhe shkaqet tjera, po një ndër shkaqet më kryesore kisha me thonë është kjo. Pastaj mungesa e prokurorëve në regionin e Mitrovicës është evidente, pas dorëheqjeve të gjyqtarëve dhe prokurorëve serb, është krijuar një hendek që kisha me thonë një mungesë i numrit prokurorëve dhe shumica e seancave që janë shtyr në gjykatën themelore në Mitrovicë janë si pasojë e mungesës së prokurorëve. Kjo është fakt. Edhe kemi adresu në prokurorinë e shtetit, dhe thamë edhe në takimet që kemi pas mes dy këshillave, edhe ata e ndinë si shqetësim, edhe kanë bërë përpjekje tash sfundit, veç se kanë rritë numrin për një prokuror, po duhet i kemi parasysh se edhe ata vazhdimisht kanë dhënë arsyetime se kanë mungesa buxhetore dhe asnjëherë nuk janë trajtuar çështjet buxhetore, pra nuk ndo buxheti mjaftueshëm me adresu këto çështje. Sa i përket lëndëve në rigjykim, thamë edhe një herë, me dy dokumentet strategjike Këshillit, edhe me mendimin ose opinionin e Komitetit Etikës është paraqo që lëndë në rigjykim janë lëndë me top prioritet. Dhe ka penale edhe civile. Edhe penale edhe civile, por jo krejt natyrave. Jo, më falni, gjitha natyra në penale, po edhe në civile, lëndë në rigjykim. Sa i përket çështjes së regjistrimit me numër 3 ose jo, kisha me thonë që teknikisht të civilet nuk mund përgjigje me saktësi, mirë po të thëmë edhe njëherë me plot përgjithësi, që ka pas raste kur disa gjyqtarë, fatkeqësisht mund vje keq, që janë në procedurë disiplinore për shkak se nuk i kanë trajtuar lëndë me kohë, lëndë të në rigjykim, për shkak këtyre afateve siç e thamë edhe njëherë. Pra është mirë që nëse keni raste të tilla në rigjykim, ti fillimisht ta njoftoni kryetarin e gjykatës si autoritet kompetent, pastaj edhe të adresohen në organet kompetente. Po duhet ta kemi parasysh se thamë edhe një herë civile, është numri i madh, shumë i madh i ngarkesës së gjyqtarëve në Milon për shkak këtyre lëndëve. Ndërsa sa i përket adresimit të lëndëve civile, ndoshta ky është pak a shumë edhe mendimi imi, nuk mund të them që është mendimi i Këshillit, sepse në këtë rast nuk mund të flas tash për këtë pjesë në emër të Këshillit, po ndoshta është koha që të adresohet çështja e ngritjes së taksave gjyqësore, sepse ka njëherë ne po kërkojmë dhe qytetarët e Kosovës me drejt po kërkojnë që lëndët e tyre trajtohen sikur me standarde evropiane dhe një kohë të arsyeshme siç përcaktojnë vendet ose siç trajtohen në vendet e BE-s, po kisha më shtruar pyetjen çfarë takse duhet paguhet në vendet e BE-s mu trajtoni lëndë, çfarë do natyre dhe të krahasohet me Kosovën. A kena cilësinë të BE-s? Cilësia s'është po pikërisht halon është asë koha me adresu si pjesë. Unë nuk po them të rriten taksat në nivel të BE-s, po të shqyrtohet mundësia rritjes së taksave të çështjet civile, po flas përveç atyre statusore, ndoshta një herë përgjithmonë të adresohet si zgjidhje, si një prej zgjidhjeve, jo zgjidhje vetëm, si një prej zgjidhjeve me adresu gjitha çështjet e lëndë civile. Vetëm edhe të përfundoj. Po veç të përfundoj mendimin. Dhe sepse, thamë edhe njëherë, taksat në shumë raste janë shumë tulta, në shumë lëndë janë tulta dhe kemi parasysh se kemi edhe forma tjera të zgjidhjes alternative lëndëve civile, janë arbitrazhi, është ndërmjetësimi, është forma me marrëveshje mes palëve dhe ka forma tjera alternative që gjykata do të jetë instrumenti i fundit ku palët ose institucioni i fundit ku palët duhet t'i drejtohen gjykatës. Po thash, ky është pak a shumë ky që e thash më herët, është mendimi imi, që ndoshta për të ardhmen duhet mu rishiku taksat si një prej zgjidhjeve me dal nga ky numër i madh i lëndëve. Nëse numrin më të madh të rasteve kena raste civile kundër institucioneve publike. Dhe na për shumë që institucionet publike hiç nuk është tu janë so krijohen shpenzimet procedurale. Dhe do thotë qytetarët nuk përbujnë pej dëshirës, pej vullnetit, po janë detyruar. Detyron
pjav detyron kjo institucioni. Pajtona, po në këto raste pola do t'i fitonte edhe shpenzimet, nuk do të humte pola, sepse nuk do t'i mohohet qasja ndrejtësi. Mirë, po nëse është tokë e lorta, i rrezikon për shkak që muin kur e palashtron. Nuk e kisha parasysh me post rrezik amrin e pagurimën ajo. Nuk e kisha parasysh tokës pa përballueshme. Po një ndryshim toksës nga kjo që është, kisha me thonë, por një ndryshim theksum, po jo të papërballueshme, sepse kjo pastaj mund të ketë ndikime të qasja ndrejtësi. Sepse në rrethona normale ngarkesa administrohet edhe me toks. Do të thotë për shembull shumë që po na vinë disolont pa nevojën e një fushë caktuar, që gjyqësori po ngarkohet alo më shumë, do të thotë e rrit toksin edhe si mundësi parandaluese për disa rrota caktuar. Mirë, po nuk është situata aktuale në gjyqësore. Ky vend që po përballet me këtë inflacion e me 1 milion të lashe për me mujt me kalu muin, është ta me pas edhe taksa tjera ma të rritura në gjyqësor, kështë... Nëse më 2 minuta, unë do shta më nalë në 2-3 çështje që u përmenden edhe nga gjyqtari. Unë, ato që flas, të e bazun e praktik. Me informacionet që ne i kam, të faktume, nështë ajo në gjitha rastet, se cili rast që kthehet në rigjykim, nga gjykata e apelit në gjykatë themelore, në qytet civile, edhe për 2 herë ose 3 herë, regjistrohet si lëndë e re. Dhe gjyqtari nuk ka mundësi me caktu sepse ka prioritet të numrave të tjerë para prak që i ka pranuar lëndë të 2024 për shembull, e lëndën e 2012 që s'ka mundësi sepse ka pranuar. Ndodh kjo penale me si penalist? Po flas për civile. Regjistrohen si lëndë të reja kur kthehen në rigjykim zoti gjyqtar apo me plot përgjegjësi them edhe një herë që në raste penale nuk trajtohet edhe nuk regjistrohet si lëndë e re. Nëse ndodh një gjë e tillë, shkojmë procedurë disiplinore. Po, vetë përfundoj. Gjithmonë ajo lëndë duhet mu trajtu, tham, 2 dokumente strategjike të Këshillit, vendimi ose opinioni i Komitetit Etikës, e ka thonë që ajo lëndë është në rigjykim duhet mu trajtu brenda një afatit kohor përcaktuar. Po edhe në civile. Edhe në civile, edhe nëse regjistrohet si lëndë e re, aja ka statusin e lëndës në rigjykim sepse ka një vendim gjykatës apelit ose gjykatës shkallës. A trajtohet me prioritet, si lëndë e vjetër. Duhet mu trajtu, këtu nuk ka dallime. Jo, në rast që është ngrit vitin 2017, është kthyer në rigjykim vitin 2022. A është 2022 apo 2017? Është lëndë rigjykim dhe duhet trajtohet me prioritet. Sipas akteve që thash më herët. Pavarësisht çfarë numri mund të ketë. Mirë, po tash për shembull e kena një prioritet, po tash për shembull në çdo që po thot avokati, u kthy 2022-ën. A vazhdon mu zgjidh lënda e 2018-s apo merret si prioritet kjo 2022-s në rigjykim? Prioritet mbi prioritetet është lënda në rigjykim. Në gjitha nivelet, edhe në qoftë procedurë disiplinore, krejtë dhe gjyqtar. Shikoj, nuk është ideja. Jo. Unë po them, unë flas kundërshton me aktet e Këshillit. Po flas vetëm me aktet e Këshillit. Nuk e kuptova në saktësi që edhe për çështje civile vlen kjo. Ka raste të vitit 2009. 2 herë kthehen nga gjykata e apelit. Herën e fundit kthehet 2023. Dhe ajo lëndë nuk trajtohet para trajtimit lëndëve që padia dorëzuar në 2022-ën. Është fakt me prova e vërtetojmë. 2 çështje tjera që i përmendë gjyqtari sepse s'po duam të te një fenomen. Unë nuk mendoj që rritja e taksave ndikon në madje të pos parasysh një shtresë të qytetarëve të cilët nuk i plotësojnë kushtet për përfitim të asistencës ligjore nga avokatët, sepse s'kan mundësi. Nuk i plotësojnë kushtet nga qendra perëndimi juridike pranjosh ose nga agjencia perëndimi juridike falas. Ku më shku? Kjo është një farë forme sikur me pagu të veshëm pa inkasu borxhin dhe kur dihet kozgjatja e procedurës. Po çka ka bërë shteti? I ka liruar institucionet nga taksat. Për tjetra, unë nuk di që dikon është ndërmarrë një llogaridhënie në institucioni zyrtari për lëshimet e caktuara cilat kanë reflektuar në një kosto për institucionin. Ajo që për neve është shqetësuese në raste civile. Flasëm për mekanizma ligjor kur kërkohet caktimi i masave të sigurisë. Dhe është një trend në rritje ku gjykatat konstatojnë që nuk ka rrezik të realizimit të kërkesës sepse është institucioni publik dhe ka buxhet. Po ligji se ka ndaluar mu paraqit masa dhe pse është institucioni.